Tashmë është shkruar historia në futbollin e Maqedonisë, por Shkëndija nuk e ka thënë fjalën e fundit në garat evropiane. Pa marrë parasysh mungesën e Trumçit dhe Latifit, synimi i kuqezimve mbetet triumfi dhe paraqitja dinjitoze në pranverën evropiane të futbollit. Se i përket përgatitjes së ndeshjes, normalisht është vështirësuar puna për neve për shkak se skuadra kundërshtare që do përballemi nesër vetëm para kësaj ndeshjes, do të thonë, kanë ndryshuar trajner, që do të thotë se ndryshimet janë të mundshme dhe gjithmonë të paparashikueshme. Ne gjithsesi kemi ndjekur ndeshjet e tyre, do shikojmë edhe diçka të kapin sa i përket stilit të trajnerit ku ka punuar me skuadra tjera, por e rëndësishme për gjithë ne dhe për futbollistët edhe për klubin edhe për tifozët dhe për gjithë është që si fillim ta shijojmë një herë si ndeshje, pastaj t'japim maksimumin dhe ta luftojmë shumë si ndeshje, duke respektuar në maksimum kundërshtarin dhe normalisht në bazë të ligës të cilën luajnë, duke ia dhënë rolin e favoritit patjetër. Shkëndinë e Tetovës për 18 ditë e presin 6 ndeshje cilësore, që i bie ndeshje në 3 ditë. Përveç 2 ndeshjeve me Samsunsporin, në këtë periudhë janë edhe ndeshjet kampionale me Vardarin dhe Sileksin. Dhe që orari i ndjeshur është për shkak të ndeshjeve europiane, normalisht se bisedohet për ndeshje me intensitetin lartë, dhe unë besoj që do ketë ndikim në formën e futbollistëve, por ne kemi një grup futbollistësh cilësor, besoj që do e përballojmë. Shpresoj që do na dalin ndihmë dhe do na ndihmojmë sa i përket ndonjë ndeshje këtu, por siç duket ne do të respektojmë orarin dhe të luajmë në maksimumin e mundshëm në çdo ndeshje, dhe unë shpresoj që ne do e bëjmë të njëjtën gjë. Kapiteni Besar Ibrahimi tha se atmosfera në grup është në nivelin e duhur, pasi kjo ndeshje vjen në momentin e nisjes me këmbë të mbarë të pjesës pranverore të kampionatit vendor. Sa i përket atmosferës ekipit, me vërtet është në një moment shumë mirë, edhe vim prej 2 fitoreve, është atmosfera e mirë, jemi përgatitur për këtë ndeshje, normal që do jetë një ndeshje e vështirë, ku e dimi kundërshtarin. Sa i përket tifozërisë, shpresoj që të jetë një numër sa më i madh. E kemi thënë çdo herë që ata janë përkrahja kyçe për ne, ditari 12 dhe shpresoj që edhe nesër na përkrahin ato seti. Ndeshja Shkëndija Samsunspor luhet nesër me fillim në ora 21 në Shkup. Kuqezinjt shpresojnë edhe për mbështetje masovike nga tifozët.